Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer në She's on Air këtu me vajzat tona dhe me Erik Lloshen. Atëherë, si e ke pritur ti gjithë këtë famën mbas daljes nga shtëpia? Ka pasur më shumë komente pozitive apo negative? Si të zhdukur ty? Kur isha në rrugë dije, dalun një plak të mund të ishin 70 sa vjeç. Hajde këtu dyre gangster më thonë. Dhe pash shumë brapa tash me ka pa flet, kupton se un gangster në edhe shumë pse edhe. Hajde të të si gangster dhe ta se uli kollajti, do. Që mora dhe këtë epitet gangsterit është të që unë nëna jam artistit është, unë jam gangsterit është. Kjo do të thotë që njerëzit janë mësuar me imazhin tënd vetëm si artist dhe të kanë njohur përtej kësaj. Po s'ka lidhje me gangster llogun ajo gjë, sepse ajo është pjesë e një nuk dua që të kem ato lloj epiteti sepse nuk jam njohur si titull, unë kam kaq vite një jetë në Nazmiz dhe ca vite dhe nuk jam zënë kurrë në jetën time kupton. Asnjëherë s'ka bërë vaki, as nuk ke qelluar dikush, as s'kem qelluar dika. Kështu që nuk do ngelte te shtëpia e Big Brotherit për të rrahur dika apo për të rrahur mua dikush. Domethënë nuk bën vaki ajo gjë. Dhe fakti që më nxorrën jashtë shtëpisë Big Brotherit, siç më nxorrën, domethënë që Gjoja, siç e tha Ariana që nxorrën Gjoja për siguri se mos godisje kanë se ekziston fare, nuk më merr mendje që produksioni ka menuar këto gjë, po thjesht ka qenë nominimi i fortë, se për gjithë vërtetës ishte nominimi i fortë. Dhe na kanë nxjerrë mua dhe Mateon. Duke qenë se ke edhe një miqësi me Xhibanin, a e gjen pak veten ke ngjyrat e karakterit të Xhibanit? Jo fare. Fare. Xhibani ka tjetër karakter, unë kam tjetër karakter. A mendon se të ka ndryshuar jeta tani, duke qenë se ishte një eksperiencë shumë intensive? Jo, nuk më ka ndryshuar jeta fare. Jeta ime vazhdon po njësoj. Një lloj. Me projekte, me muzikë, me të gjitha gjërat. Okej, pak më shumë qendër të vëmendjes, kisha rënë pak në qetësi, patjetër, pa diskutim, është shtëpia më e famshme në Shqipëri, edhe për të Shqipërisë. Për të vërtetës, po ideja është domethënë që kisha pak nevojë për pak vëmendje, e morra tash do të shfrytëzoj për gjërat e mia. Dhe tani me këtë vëmendjen, a do bësh një këngë frymëzuar nga gjithë kjo eksperjenca e Big Brotherit? Tani? Tani në vazhdim. Një këngë. Ke shumë këngë, ke shumë këngë. Sa mirë. Unë vetëm këtu në telefonin tim kam mbi 300 këngë. Tani të mos kompozuara nga vetëm. Të kompozuara nga vetëm. Pra prisni njerëz këngë të reja nga Erik Lloshi po vin. Pastaj un kam një këngë më të bukur që ka kënduar Big Brother që është e re që është bërë virale. Do ta këndoj këtu për shembull. Po, atë ka surprizuar dikush me mbështetjen jashtë shtëpisë Big Brotherit, po flas për figura publike, dikush i mbas edhe nuk. Po, Angela Peristeri. Angela Peristeri. Mund të na i këndosh pak atë këngën pa. Se ti mua më lëndove, shpirtin më elmove, për gjithçka që ndodhi e ke fajin ti. Çfarë pati ai më shumë që ty nuk ta dashun, e tani që shkova lutesh përsëri, dhe jeta vazhdon e jo nuk dalon, se zemrën ta fal aty, e mbeta me lot në sy. Si mundem të harroj, kush do ditë për ty mendoj, pa ty nuk mundem të jetoj, dhe vetën time mallkoj. Se fjalët që ne i tham, premtimet që ne i dham, vallku mbetën ndjenjat që i kishe ti. E tani më thuaj ti se jo unë nuk e di, fajin se pata unë, fajin betet jetim, se ti mua më lëndove, shpirtin më elmove, për gjithçka që ndodhi e ke fajin ti. Çfarë pati ai më shumë që ty nuk ta dashun, e tani që shkova lutesh përsëri. Do na qaj shpirti, por këtë herë do t'i qaj shpirti çunave. Në fund se na qan vetëm ne gocave. Ma ka premtuar Kisi Mini që do jem personazh në këtë këngë. Vërtet. Unë mendoj ti marrësh të tre. Jemi që jemi. Është interesante. Do unë prandaj nuk e kam nxjerrur këtë si këngë, nuk e kam nxjerrur akoma këtë si këngë se po presi dalë edhe Ina. Po mirë, do na bësh në këngë që të vinë dhe ne? Po patjetër, po pse jo. Nga 30 e ca
Ku figurojmë ne? Apo do na marrësh tek e tek për shkak? Tek më. Ka qenë një histori shumë e bukur. Doli kjo inteligjencë artificiale. Është ai momenti që çon një tekst, një muzikë dhe ta bën gati. Dhe ja bëj një miku tim për çurën e vet. E të fillu gjithë lagja. Bëj këngë mua. Dhe të betoj që mund të kem bë tash edhe normalisht që mendim se patjetër që nuk do e zorosh në gjitha gjërat e mia, se të bësh një këngë nuk është që thjesht, nuk bëhet kënga për 10 sekondë. Nuk mendoj se është e thjeshtë. Shkruan vet? Po mbie pianos, unë kompozoj vetë, jam kantautor. Ideja e kësaj gjëje është domethënë që unë i merja dhe mund të kem bërë 30 vitave këngë për fëmijë. Dhe sa e kaloj do të marr vetëm urimet e prindërve dhe nuk ka gjë më. Ka më bukur në fakt se të jetosh me urime të tilla, kështu që është një gjë goxha e mirë. Unë kam këtë, kam dhe një gjë tjetër që do t'ja zbuloj, që unë dua shumë macet. Vdes për macet, në ka një kafshë që dashuroj në jetë është macja dhe gjithë macet e lagjes janë aty, mund të kemi 15-16 copi ushqej. Kështu që Erik, brenda shtëpisë, kush ka qenë ai emocioni më i fortë apo mungesa më e madhe që ke pasur dhe ajo mendon që të kanë nxjerr nga vetja? Shiko. Thjesht duhet isha futur dhe duhet kisha menduar deri në sekondën e fundit që kam dalë nga shtëpia që jenë në pozicionin e kamerave, nuk do ta kisha harruar asnjëherë këtë moment. Sepse shumë e rëndësishme është njësoj sikur ti je një siç jemi ne këtu, siç jemi të rrethuar nga kamerat, ashtu edhe atje rrethuar nga kamerat dhe pa diskutim, pa asnjë lloj pikë diskutimi të jesh kujdesshëm dhe në rregullimin e flokut. Dhe kur çosh mëngjes në mënyrë se si rregullohesh, sepse jeni përballë kamerave. Domethënë sado që ti jeton 24 orë si në shtëpi, po nuk duhet ta harrosh asnjë moment. Ktu do të jetë fuqia e mendjes aty. Do të pyesja pak. Dhe kjo ishte një nga gjërat domethënë që ka penalizuar më që harrova që ditën e parë. Të ndikojnë komentet? Nuk më ka ndikuar dikur, tani jo, sepse njerëzit atë punë kanë kuptuar që njerëzit nuk ndalojnë së dashurit bëri keq ose të ndihesh keq. Kështu që nuk do jap më atë kënaqësi njerëzve. Po kemi pa që një të ka revoltuar, që është ai Arjan Konomi. Arjan Konomi. Se ka të shumë. Shiko, Arjan Konomi është një nga opinionistët më të mirë, pa diskutim. Me gjithë respektin që kam për të. Por nuk mund të drejtohesh nuk e ka jo një artisti është drejtuar bashkëshortes time, akoma më keq se ti isha unë përballë merrte përgjigje siç e mori, po. Ideja është domethënë që nuk mund të etiketosh dikë me probleme psiqike, sepse mund të përfundosh dhe në gjyq. Absolutisht. Unë mund ta hedh edhe në gjyq Arjan Konomi. Me atë që ka thënë. Megjithatë nuk dua ta zgjas më shumë, sepse nuk është për të bërë aq madhe, se kuptoj që edhe aty ka shpëtuar, se më tha dhe aty që nuk mundova të isha shumë kujdesshëm, po aq që s'ishe kujdesshëm. Si të thamë dhe unë po ta them tani që ti ke probleme psikike tash. Ja ktheva më po të njëjtë monedhë dhe me shumë qetësi. Patjetër që më revoltoj, si ishte i drejtë. Nuk është absolutisht i drejtë që të thon agresiv, ndërkohë që unë s'kam treguar shenjë agresiviteti kundrejt asnjë lloj personi aty. Përveç se me veten time. Sepse nuk edhe në momentin që jam qasur dikujt më shqasur po me të njëjtën formë. Dhe siç i kam vajt biles Kristi ka ardhur tek unë, s'kam vajtur te Kristi. Unë nuk kam vajtur asnjëherë Kristi. Kristi ka ardhur afër meje. Vetë person që ka pas një debat që ka pas një lëkurë banane ndoj ka qenë miri, që gjithmonë ka qenë duaj hedh atë lëkurën, po. Ndejta mirë aty. Kom preko pjesën e që tha mund vide unë të shtëpia jote se çam ngatroj aty më fikën llampat fare. Unë automate. Unë kam probleme dhe e kam thënë 100 herë vetëm familja jo. Në çdo gjë tjetër, okay, me mua luajnë si duan vetëm familja. Kam shumë problem. Do na thuash tani sipas teje kush janë 4 finalistët e Big Brother dhe kush duhet ta fitojë çmimin e madh? Çes janë 5? 4 duat nga ty unë. Pastaj si sa janë nuk i diet. Me surpriza mund të jenë 5. Normalisht 4. Tash trengojmë pak rrethin ne. Një sekondë se duhet mendua mirë. Po, shpyetje specifike kjo. Selin, Miri, Kristi, edhe mundfusja dhe Stenaldo. Kush e fiton? Kush duhet ta fitoj? Kush do ti ta fitoj? Kush dua unë ta fitoj? Dhe kush mendon se do e fitoj? Unë dua dhe do të fitoj Selin.
Ishte shumë kënaqësi dhe bashkë do shihemi të njëjtën tjetër në Shizoner me të ftuar shumë interesant. Ju puthim. Paçi. Tani ta bëj foto.